Një konflikt i ashpër është shënuar mëngjesin e dielshëm në varrezat publike në Fier, ku 67 vjeçari Neim Tahiri, banori i mbyetit, është përplasur me policinë bashkiake, policinë e rendit dhe punonjës të bashkisë. Shkak është bërë shpronësimi një sipërfaqeje toke të mbjellë me 240 rrënj ullinj, e cila do të përdoret për zgjerimin e varrezave publike të qytetit. Tahiri shprehet se nuk është kundër shpronësimit, por kundërshton çmimin, duke kërkuar një vlerësim më të drejtë ose kompensim me tokë tjetër. Unë nuk kërkoj nga Bashkia Lëmosh. Unë nuk kërkoj në Kuvendi Popullor Lëmosh. Unë nuk kërkoj në Kuvendi Popullor, unë kërkoj drejtësi. Unë s'kërkoj nuse për djalin. Unë kërkoj qetësi. Këta zotrin kanë ardhur për prishi qetësinë. Toka ime nuk është 8300 metra. Toka ime është 10300 metra katror. Unë nuk kam mbjell gorricat e toka. Unë kam mbjell ullir. Pretendimi ime është drejtësi. Tokë ka 25 hektar tokë bosh. Ja ku janë atje, ka toka bosh, ka toka në vend tjetër bashkia plot, më konversoj, të rinë fëmijët e mi të qetë, të rinë kalamajt e mi të qetë, shokët e mi të rinë të qetë, edhe bashkia të vazhdoj punë. Situata u tensionua kur autoritetet shkuan për të prerë ullinjt, ndërsa banori paralajmëroi vetë flijim nëse hynin në pronën e tij. Nga ana tjetër, bashkia thekson se procedurat janë ndjekur sipas ligjit dhe se banori është njoftuar më herët. Të ka ardhur njoftimi nga Njësia Administrative e Portës, që në datën 27/8/2024, ku vendjeni të gjitha familjet ku është marrë prona me vendimin e Këshillit të Ministrave për interes publik. Në këtë rast kemi të bëjmë me varreza. Kjo. Të ka ardhur njoftimi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nga Agjencia Shtetërore për Shpronësim. Në datën 31/5/2024, ku të vendjeni që prona jote do kaloj për shpronësim. Ju këtu vetë keni firmosur, thoni nuk jam dakord, Neim Tahiri. Ndërkohë djali i Neimit tha se ai vuan nga zemra dhe ndodhet nën presion të madh psikologjik. Babai im është lësuar me zemër, edhe po dorë disa bimë në ato mjekësore, që shjuan to trakalidhet. Edhe kësha ardhur për të bërë mbledhjen e tyre, se na është lësumur ato ndihmojnë. Po mami më ftuan që po ardhur ande dhe marr dokumente që lëm babai gati. Atje dhe erdha. Dhe edhe babait. Ju e dini që do vinë policia sot? Se është në lajmëruan mëngjes. Lajmëruan që kështu kanë ardhur ndem, edhe mora ato dokumentat e tokës dhe i pruan. Babai kësha për të mbledhur ato tragedinë mbledh gjithmonë. Ato që më gjuhë popullor, ilaçe popullor gjithmonë. Ato tani na serimi sipër u shpreh. Ai ka kërkuar nga institucionet që të gjejnë një zgjidhje për të mos dëmtuar familjen e tij.